qenë që jemi bashkë në atë flugun e iniciativave për pastrimin e shtëpive për Bajram, edhe kjo në mënyrë indirekte i bën gratë me harru peshën edhe vlerën që kanë këto 10 net të Ramazanit, e që dihet që në një anën prej tyre mundet me qenë edhe nata e Kadrit, që është shumë e vlefshme dhe është natë që nuk mundemi me e nxanë kurdo që na dojmë. Plus është natë në cilën caktohen të gjitha çështjet që kanë me ndodhur brenda vitit, domethënë nuk ja vlen për asnjë arsye me rreziku edhe mos me u lut mjaftueshëm, mos me bë adhurime të tjera mjaftueshëm, e tu mundu me pastru secilin cep të shtëpisë, fundi ata që na vinë për vizitë, për Bajram, nuk do me thonë që kanë me hyp për me kuzhinë atje dhe me pa sasinë e pluhurit që është vendos. Unë jam shumë e bindur që pjesa dërmuese e grave, të unis prej vetës, se po shpresoj edhe tjerat, para se me hynë Ramazan veç ja bojnë një pastrim general shtëpive. Besimtarët e din vlerën edhe peshën e adhurimeve në Ramazan, edhe ato paraprakisht do me thonë i pastrojnë shtëpit në mënyrë që në Ramazan me pas pak ma shumë fleksibilitet dhe pak ma shumë kohë për ibadet.